Një plagosje me armë zjarri ka ndodhur vetëm pak minuta më parë në qytetin e Shkodrës. Për të mësuar më shumë detaj do të lidhemi me kolegun tonë që ndodhet atje, Senat Nikshiki. Senat, përshëndetje edhe një herë. Cilat janë të dhënat e para, ku dhe si ka ndodhur ngjarja, pra shkaqet e saj, nëse ke mundur të mësosh diçka, dhe si është gjendja e plagosurit? Po, rreth orës 14:30 ditën e sotme, siç njofton Policia Vendore e Shkodrës, në lagjen Partizani dyshohet se shtetasi Pjerin Bitani ka plagosur, pra është identifikuar autori, ka plagosur me armë zjarri shtetasin Vladimir Bruçi për motive të dobta. Shtetasi Vladimir Bruçi është dërguar në spitalin rajonal të Shkodrës dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe për momentin ka një gjendje stabil shëndetësore, gjithsesi mjekët po kujdesen në mënyrë që ta kaloj, pra mos ketë rrezik për jetën, duke qenë se ka vetëm pak që ka ndodhur ngjarja. Ndërkohë që policia ka mbërritur menjëherë në vendin e ngjarjes, duke nisur hetimet rreth kësaj ngjarje të ndodhur që sipas policisë ka ndodhur për motive të dobta. Efektivet kanë arritur që të identifikojnë autorin, shtetasin Pjerin Bitani, për cilin tashmë po punohet për të bërë të mundur gjetjen dhe më pas kapjen e tij. Ndërkohë që sipas burimeve nga vendngjarja, i plagosuri, por edhe autori i dyshuar i kësaj ngjarje, pra shtetasi i plagosur Vladimir Bruçi dhe autori i dyshuar Pjerin Bitani janë komshi me njëri tjetrin dhe ngjarja ka ndodhur për motivat të dobta mes tyre. Dyshohet se ka qenë një debat për kamerat e sigurisë, i cili ka çuar në këtë plagosje të shtetasit Vladimir Bruçi, i cili tashmë ndodhet në spitalin rajonal të Shkodrës. Ndërkohë që Policia Vendore e Shkodrës është duke hetuar për të nxjerrë shkaqet e plota të kësaj plagosje të ndodhur në Shkodër në lagjen Partizani. Kur flasim për kamerat e sigurisë, flasim për kamerat e ndonjë lokali apo të apartamentit të banesës? Janë kamera sigurie që janë vendosur në atë zonë, nuk e di nëse bëhet fjalë për një subjekt, për banesë apo për ndonjë apartament, por debati ka ndodhur për disa kamera sigurie mes dy palë, ku njëra palë ka kërkuar që të hiqen, pala tjetri ka vendosur, dhe ky është po themi pak a shumë edhe debati cilët kanë zhvilluar dy shtetasit duke quar në plagosje. Besoj për detajet më tejshme duhet presim edhe pak, sepse është ende shumë herët, por janë informacionet që kam arritur që të mbledh deri në këto momente. Kam një pyetje të fundit. Ngjarja ka ndodhur në një orar ku ka edhe lëvizje, pra është mesditë. Ka pasur kalimtar apo qytetar të rastit që e kanë parë ngjarjen? Patjetër që është një zonë e cila ka lëvizje, ka tregje aty afër, normalisht ka banesa dhe ka ndodhur në mes të ditës, por dy shtetasit e kanë pasur me njëri tjetrin dhe fatmirësisht nuk ka persona të tjerë të përfshirë, por është një zonë që ka një fluks aty dhe patjetër që ka lëvizje të qytetarëve shkodran, të cilët edhe i drejtohen tregjeve, por janë edhe banor të zonës dhe është një zonë me intensitet lëvizje pothuajse përgjatë gjithë ditës. Nëse ke mundur të bisedosh me qytetarë apo banorët e asaj zone, ka pasur probleme më përpara mes dy personave që janë konfliktuar, pra e kaluara, si e Pjerin Bitanit apo edhe e Vladimir Bruçit? Për momentin është një konflikt i çastit që ka qenë mes këtyre dy shtetasve, që ka quar më pas në këtë ngjarje të ndodhur në Shkodër në lagjen Partizani. Qartë, Senat Nikshiki, falenderoj për të rejat më të fundet. Shtimi lëvizjeve i pushuesve, pakujdesia, drejtimi i mjetit në efektin e alkoolit